votimin e fshehtë, po edhe që nuk po jep zgjidhje tjetër mënyrë nuk kam pasur mundësi të gjej, të shohim tash pas përgjigjes së gjykatës kushtetuese se si do të rrjedhë. Çfarë vlerësoni tek vendimi i gjykatës kushtetuese? Cila është pika që duhet t'i referoheni për zgjidhjet e ngërshit? Le gjendet një marrëveshje. Kjo është përsia e gjykatës. Por i përket vetëvendosjes të gjej marrëveshje, se grupi më i madh parlamentare, keni filluar negociatat dhe me cilet subjekte si është një zgjidhje, sepse kushtetuta jep të drejtë juve që të gjeni zgjidhje. Jo, marrëveshje duhet gjejnë të gjithë liderët, sepse konstituimi i seancës konstitutive është përgjegjësia e gjitha grupeve parlamentare, gjitha subjekteve, secili ka hisën në te. Pastaj puna për qeverinë ndryshon. Është tjetër veprim. Çfarë veprimi për qeveri? Keni numrat apo nëse janë numrat krijohet, nëse janë numrat kalon tepër subjekti tjetër, nëse nuk gjenden prap numrat shkohet në zgjedhje. A jeni të hapur që të lëshoni rrugë siç kanë kërkuar partitë ish opozitës duke mos patur zgjidhjet e kësaj blokade? Për çfarë? Për një shumicë të parlamentare. Po nëse nuk bën numrat, atëherë natyrisht që kalohet në një shumicë tjetër parlamentare.